Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka rrëzuar kërkesën e zyrtares së lartë të policisë së shtetit, Ervina Xhana, për kthimin e pajisjeve elektronike të sekuestruara gjatë kontrollit të banesës së saj dhe të bashkëjetuesit Renato Hristik. Gjatë kontrollit të banesës së drejtoreshës së krimit kibernetik, autoritetet kanë sekuestruar 8 telefona celular dhe 2 laptop në kuadër të hetimeve mbi grupin kriminal të lidhur me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI). Sekuestrimi i telefonave dhe laptopëve u krye në kuadër të hetimit për përfshirje në grup të strukturuar kriminal me aktivitet mashtrime online, call center, ndërhyrje në sistemin informatik dhe Teams, si dhe bashkëpunim në krimin kibernetik, ku rezultoni përfshirë edhe bashkëshorti i saj Renato Hristik. Ndërkohë, emri i saj është përmendur edhe në bisedat e publikuara të Ergysagasit. Drejtoresha Ervina Xhana, e cila ka në dorë shërbimin e sigurisë dhe andikrimit kibernetik në Policinë e Shtetit, rezulton me 4 dosje penale në Prokurorinë e Tiranës dhe SPAK, si dhe në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Më 2 gusht 2023, së bashku me drejtorin e IT-së të Policisë së Shtetit Ervin Muça, drejtoresha e antikrimit kibernetik Ervina Xhana grabiti database me të dhënat e Policisë së Shtetit. Konkretisht, u grabitën të dhënat në përhyrje daljet e personave në pikat kufitare, dokumentat biometrike, generalitetet, ngjarjet kriminale, aksionet e policisë, dosjet hetimore, listat e personave të dyshuar për terrorizëm, personat në xhurmim dhe kërkim, targat dhe gjobat e automjeteve, si dhe komunikimet e raporteve sekrete mes policisë, drejtësisë, agjencive të sigurisë dhe partnerëve të huaj. Më 30 maj 2014, kur Ervina Xhana ishte specialiste IT në drejtorinë e Policisë së Shtetit, SHQPA e kallëzoi në prokurori dhe pezulloi nga detyra pasi kishte vjedhur harddiskun e kompjuterit zyrtar ku ruheshin të dhëna tepër sekrete. Megjithatë, përmes ndikimit të caktuar, çështja penale u pushua dhe ajo u rikthye në polici dhe më pas u emërua drejtoresha antikrimit kibernetik.